Klubi i Karates Uskana nga Kërçova gjatë periudhës së kaluar ka shënuar suksese kulmore në fushën e karates. Antarët e këtij klubi kanë fituar medalje të ndryshme në arenat sportive të nivelit kombëtar dhe ndërkombëtar. Vlen të theksohen ato të vitit të kaluar, ku antari i këtij klubi Nureddin Dervishi e zuri vendin e 7 në kampionatin evropian që u mbajt në Gjeorgji. Karateisti Nureddin Dervishi gjithashtu shënoi suksese të lakmueshme edhe në kampionatin botror që u mbajt në Venecia të Italisë. Suksese të larta kanë shënuar edhe Blerina Cendeli, kampione shtetërore në kata dhe nën kampione në disiplinën kumite. Rezultatet të lakmueshme kanë arritur edhe antarët tjerë të klubit Uskana, Veron Dervishi, Sara Alimi, Kaja Mingoska, Jana Aleksoska dhe Joana Kojçeska. Trajneri i karate klubit Uskana nga Kërçova, Nezhmi Dervishi, në një intervistë për programin ton, flet edhe për historikun e këtij klubi që nga themelimi e deri më tani, si dhe për sfidat që i presin garuesit e këtij klubi gjatë periudhës që vjen. Zotë Nezhmi, unë ju dëshiroj mirëseardhje në programin e mëngjesit Ritmi i ditës në TVM. Përshëndetje dhe juve. Faleminderit për televizionin e juve dhe juve si gazetar. Unë të kërkoja fillimisht të japim një pasqyrë të shkurtër informacioni rreth historikut të karate klubit Uskana nga Kërçova. Po, klubi Karates Uskana është themeluar me punë ka filluar që nga viti 2006, që në atë kohë, mas barimit të fakultetit, si e kryeta fakultetin e edukatës fizike, e kishe pashtë arsyeshme që të kontribuoj në një sferë të sportit, duke pas parasysh se unë kam qenë edhe garues në sportin e karates dhe vazhdova me klubin e karates që nga viti 2006. Për atëherë deri më tani, ka qenë një rrugtim i gjatë, por ju edhe i lehtë. Po si çdo punë, si çdo sport, kërkon punë, kërkon përkushtim, kërkon çdo gjë, domethënë ka qenë një rrugë jo e lehtë, ka qenë një rrugë me të vërtetë e vështirë, por me punë dhe me sakrificë ja kemi dalë gjithsesi. Aktualisht, me çfarë kushtesh funksiononi? Si veproni aktualisht? Po, sa përket kushteve, domethënë kur kemi filluar në atë kohë kemi shfrytzuar sallat e sporteve, sallat e shkollave. Tash e kemi edhe doxhën tonë, konkretisht vetëm për karate, siç i shifni edhe ju, kushtet janë të volishme, janë të mira, duke filluar pasqyrat, rekvizita tjera sportive të tatamit, domethënë ushtrojmë vetëm karate. Me siguri për realizimin e kësaj veprimtarie duhen edhe ndihma konkrete, mbështetje fuqishme nga institucionet. Keni pasur mbështetje gjatë periudhës kaluar nga Komuna e Kërçovës dhe Ministria e Sportit? Gjatë këtij rrugtimi, që nga themelimi deri sot, nuk kemi qenë të anashkaluar. Duke filluar që nga komuna, shembull, më përpara edhe komuna e Zajazit që ishte dhe ajo e Sones, kemi pasur mbështetje. Edhe tash komuna e Kërçovës, me mundësitë e veta sa e ka, na mbështet në një farë mënyre, gjithashtu edhe nga disa afaristë, kemi pas mbështetje. Mbështetje për të përfaqësuar dinjësisht në garat që antarët tuaj kanë filluar brenda dhe jashtë. Nuk i kemi zhgënjyer edhe atoni, se çdo herë jemi kthyer edhe me rezultate duke filluar në vend, ashtu edhe jashtë vendit. Apo të flasim për disa rezultate konkrete gjatë periudhës kaluar të mëhershme, qofshin ato rezultate të arritura brenda Maqedonisë, por edhe jashtë. Po rezultate kemi pas që nga themelimi, ashtu e kemi filluar edhe me rezultatet, duke marrë parasysh, duke filluar që nga turneut të ndryshme në vend, pastaj me grup moshat duke u rritur, duke ushtruar, ashtu edhe kaluam edhe në kampionatet si që në shtetërore, kemi pasur edhe rezultate në kampionatet balkanike, si shka qenë Nureddin, Anastasia, Rina e kështu me radhë, pastaj kaluam gjithashtu edhe pjesëmarrje në kampionatet europiane edhe ato botrore. Si rezultat mund të sekit tuni me medalje që jemi kthyer shembull nga kampionati balkanik, kemi pas rezultat i lakmueshëm, mund me thënë, kampionati europian Nureddini, i cili u plasua në vendin e 7 dhe në kampionatin botror që u mbajt vitin e kaluar, që u kthyer në vendin e 11. Po aktualisht,
Si funksiononi aktualisht? Sa antarë keni? Tash, numri i antarëve sillet dikur rreth 30 antarë. Standard, çaj numër ka qenë që nga fillimi edhe tash. Përfshin gruposha ndryshme, duke filluar ato nga mosha 5 vjeçare edhe të rritur. Cila është agjenda e veprimtarisë për këtë vit? Pa agjenda e veprimtarisë për këtë vit, mund të thekim se javën që lam pas e kishim edhe kampionatin shtetëror për senior, ku për herë parë në atë kampionat Gariosi Ynë, Zonsi Ynë, Nuredini u paraqit për herë parë, si se mundem me të sa veç është kampion shteti në kategorinë e juniorëve, por ai e ndjente veten i përgatitur dhe e pam të arsyeshme që të marrë pjesë dhe arriti edhe vendin e parë në kategorinë e seniorëve. Kjo është me të vërtetë është një punë, një sukses i madh. Edhe kishëm edhe garuesen tjetër Floriana Alju, e cila morë pjesë në disiplinën kumite për femra në minus 68 kg, e cila nuk pati në rezultat, pësoj disfat nga kundërshtarja asaj. Ta shpresim javën tjetër, konkretisht të shtunën e ardhshme, mbahet turneu play-offi i kampionatit, ku në play-off marrin pjesë 4 garuesit të cilët kanë korë sukses në kampionatin shtetëror. Dhe me thënë, edhe kanë ndeshje njëri me tjetrin, i cili garues korë më shumë fitore, ai do ta përfaqësojë vendin në kategorinë përkatëse për në kampionatin evropian që do të bëhet në Armeni. Po, patjetër është e rëndësishme se është kampionat për senior, kategori seniorëve, dhe ai i cili do të ketë më shumë fitore në play-off, ai do ta përfaqësojë vendin tonë në kampionatin evropian që do të bëhet muajin maj mos gaboj në Armeni. Me sa garues do të jenë pjesë? Po, do me thënë, ne morëm pjesë me 2 garues kampionatin shtetëror, i cili Nuredini e zuri vendin e parë. Tash Nuredini këtë javë, ditën e shtunë, të shtunën e ardhshme, do të ndeshet me 4 garuesit më të mirë, i cili nëse i ka fitore, do të marrë pjesë në kampionatin evropian, Armeni. 5, 4, 3, 2, 1. Zoti Nuredin, ju të shtunën keni një duel mjaft të rëndësishëm. Si e ndjeni veten para këtij dueli? Veten e ndjej shumë mirë për shkak se e di kapacitetin tim, e di çfarë stërvitjesh bëj, se si përgatitem për këtë garë të rëndësishme që do të jetë përgjithëse se kush do të shkojë dhe të marrë pjesë në kampionatin evropian që do të bëhet në Armeni në muajin maj. Do të jenë janë kalifikuar 4 gara, apo? Do të kemë 4 ndeshje. Ndeshje do të jenë me të gjithë garuesit më të mirë, që u zgjodhën të shtunën e kaluar, që ishte për ndryshe kampionati shtetëror për senior. Të gjitha 4 ndeshje do të jenë ndeshje shumë të mira për shkak se garuesit do të ndeshen njëri me tjetrin. Jeni përgatitur për këto duele? Normalisht, dihet. Besoj se do të na përfaqësoni rëndësisht në këto muaj. Shpresojmë që po. Unë ju uroj sukses. Shumë faleminderit. Floriana, sa jeni të kënaqur nga zhvillimet e garave të kaluara, duelet e kaluara me Karate klubin Uskana nga Gusova? Atëherë javën e kaluar mora pjesë në gara shtetërore të karates, në kumite, në kategori minus 68 kg. Mirë po për fat të keq humba nga kundërshtarja me rezultat 1-0. Mirë po kjo nuk ishte një humbje shumë e madhe për mua, për shkak se unë kam bërë disa vite shkëputje nga karatja, gjithsesi 6 vite, dhe tani ky ishte një rikthim për mua dhe shpresoj që në garat e tjera të përgatitetem akoma edhe më shumë dhe të fitoj dhe të hyj në treshen më të mirë. Gara do të thonë do të jenë edhe më të tjerë, organizime të ndryshme. Po do ketë përsëri gara dhe shpresoj të marrë pjesë përsëri. Ndoshta këtë herë edhe më fort herën e kaluar. Do të jenë duele, do të thonë edhe të nivelit shtetëror, por edhe ndërkombëtar. Po. Unë ju uroj suksese. Faleminderit shumë. 1, 2, 3.
Zotëri Zbi, çka mund të presim në të ardhmen nga klubi Uskana i Kërços? Keni ndonjë planifikim serioz për pjesëmarrje në gara që në ato të nivelit shtetëror apo ndërkombëtar? Po, veç paraqitja e jonë, që paraqitemi do me thënë në kampionatet europiane, edhe ato botërore, edhe ligat e të rive, ose Serie A, apo Premier Liga, këta janë nivellet më të larta kulminant të sportit karates. Se jo çdo garues mundet më marrë pjesë në kampionat qoftaj evropian ose apo botëror. Paraprakisht e ka si kriterium e ka kampionatin shtetëror, pastaj e ka kriterium edhe play-offin. Zotëri Zbi, ja pra do doja për fund të kësaj bisede një mesazh për gjeneratat e reja, se përket këtij sporti mjaft interesant që është edhe mjaft tërheqës, pikërisht për këto moshe. Po për gjeneratat e reja veç u kisha thënë që të merrem në aktivitet sportiv. Pa marrë parasysh se çfarë sporti janë, qoftë ato sportet individuale, apo sportet luftarake, apo sportet kolektive, qoftë futboll apo volejboll, vetëm që të merrem me aktivitet fizik, me sport. Zoti Lexbi, ju jeni edhe seleksionues i reprezentacionit të Maqedonisë në kategorinë e juniorëve në disiplinën kata, apo? Po, që nga viti 2022 jam gjithashtu, edhe ma herët jam gjithashtu edhe seleksionues i reprezentacionit në kategorinë e juniorëve disiplinën kata. Gjithashtu edhe jam edhe refer shtetëror dhe refer ballkanik, cili ndaj edhe drejtësinë gjatë garave. Ndani drejtësinë edhe në për arenat kombëtare dhe ndërkombëtare, po. Cilat janë pjesëmarrjet tuaja në ato nivele më të larta? Po unë përderisa kam edhe licencën ballkanike deri në nivelin garat që janë oficiale, mund të thënë zyrtare, nivelit ballkanik. Ja mundem edhe të referuem edhe turneu të ndryshëm ndërkombëtar, të cilët zhvillohen edhe jashtë rajonit, jashtë Ballkanit, por këta të cilët janë legjitime apo zyrtare nivel ballkanik. Cila ka qenë pjesëmarrja juaj e fundit në këto nivele? Pjesëmarrja ime e fundit se u shkëputa nga drejtësia, nga në pjesën e seleksionuesit, mos gaboj ka qenë kampionati ballkanik për kadet junior U21, i cili u mbajt në Kroaci, në Dubrovnik, Kroacis, po. Është e vështirë të ndahet drejtësi në sport? Po, është e vështirë sepse që mbi gjitha kemi edhe një rregullore, se nuk duhet i përbahemi asaj rregullores. Sa refer jeni aty? Referi jemi 4 ansor janë, do me thënë 4 në lufta, se karateja ndahet në 2 disiplina, kata edhe ajo kumite, do me thënë luft me kundërshtar dhe kata që janë me kundërshtar të imaginuar. Në disiplinën e kumiteve janë 4 refer anesh, gjyqtar gjyqësis dhe një refer i cili është në mes të arenës 5 gjyqtar. Gjithashtu edhe ka pjesa tjetër teknike të cilët janë edhe video reviewjat edhe ato, po 5 gjyqtar. Kurse në pjesën e katave janë nga 5 deri në 7. Zakonisht nivelet tona ka 5 refer. Zotëri Lexbi, na duhet një kohë më e gjatë për të folur dhe për të dhënë sqarime për të gjitha rrethanat e këtyre organizimeve, spektakleve sportive në nivel shtetëror dhe ndërkombëtar. Mua mbetet t'ju uroj suksese dhe t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në programin e mëngjesit Rit Midi. Faleminderit edhe juve, sukseseve juve si gazetar dhe si televizion shtetëror. Faleminderit.